Lideri i opozitës Venko Filipçe ka deklaruar se partia e tij nuk është kundër votimit të diasporës, por kundërshton modelin e propozuar nga qeveria, duke vlerësuar se ai mund të cenojë sigurinë dhe legitimitetin e procesit zgjedhor. Sipas tij, çdo ndryshim në mënyrën e votimit duhet të mbështetet në analiza profesionale dhe në praktikat evropiane, e jo në interesa politike. Ai tha se pushteti nuk ka asnjë strategji për modernizimin e shtetit, por është tërësisht i përqendruar sipas tij në manipulimin e votave përmes propozimit për një model të ri të votimit të diasporës. Mbështesim agjendën evropiane, por nuk do të pranojmë mekanizma që mund të rrezikojnë legitimitetin e zgjedhjeve. Fakti që në projekt ligj është futur një nen që ndryshon mënyrën e votimit të diasporës dhe mund të hap rrugë për dyshime serioze mbi procesin zgjedhor, tregon se për VMRO-DPMN Europa nuk është prioritet i vërtet. Përveç kritikave ndaj ndryshimeve në kodin zgjedhor, Filipçe akuzoi qeverinë edhe për dështim në procesin eurointegrues. Ai deklaroi se Maqedonia e Veriut nuk është më pjesë e agjendës evropiane dhe po mbetet jashtë proceseve të integrimit për shkak të, siç tha ai, politikave të gabuara të kryeministit Hristijan Mickoski. Jemi pengi pa aftësisë së Mickoskit për ndërtuar një strategji shtetërore që do ta çojë vendin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Jemi peng edhe i premtimeve të rreme me cilat ai erdhi në pushtet dhe me cilat vazhdon të qeverisë. E vetmja perspektivë që po i ofrohet vendit është izolimi. Filipçe shtoi se Maqedonia e Veriut po mbetet jashtë zhvillimeve evropiane dhe gjithnjë e më ekspozuar ndaj ndikimeve dhe proceseve që sipas tij po e pengojnë rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe ndikimet e aktorëve të jashtëm që nuk kanë interes për afrimin e rajonit me Evropën.